Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka arritur në Hungari në udhëtimin e tij të parë në Evropë, kur Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi fletë arrestim ndaj tij lidhur me krimet e pretenduara të luftës në Gazë. Ministri i Mbrojtjes i Hungarisë u takua me Netanyahu në aeroportin e Budapestit rreth orës 2:30 dhe më pas, përmes një postimi në Facebook, njoftoi se udhëheqësi i Izraelit ishte arritur për vizitë në shtetin e tij. Pavarësisht fletë arrestimit, Netanyahu është i sigurt se nuk do të arrestohet gjatë vizitës së tij 4 ditore. Si nënshkruese për gjykatën në Hag, Hungaria e ka për obligim që të arrestojë atë, por situata e brendshme ligjore e Budapestit është ndërlikuar dhe kjo i ka dhënë hapësirë mjaftueshme qeverisë që të mirëpresë kryeministrin izraelit. Kryeministri hungares Viktor Orban publikisht e ka ftuar Netanyahun për vizitë në nëntor, pak pasi Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi fletë arrestimin. I garantoi atij, nëse vjen, se vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare Penale nuk do të ketë efekt në Hungari, deklaroi Orban. Burimet diplomatike brenda Hungarisë i kanë thënë Radio Europa e Lirë se shteti ka vendosur që të tërhiqet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale dhe pse një vendim i tillë ende nuk është konfirmuar zyrtarisht. Orban është rreshtuar afër me Netanyahun dhe me presidentin amerikan Donald Trump, i cili po ashtu ka kritikuar vendimin për lëshimin e fletë arrestimit. Trump ka vendosur sanksione ndaj Gjykatës Ndërkombëtare Penale muajin e kaluar, duke e kritikuar si të pabaza fletë arrestimin për Netanyahun dhe ish-ministrin izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant. Në akt akuzë thuhet se Netanyahu pretendohet se është përgjegjës për krimet e luftës, përkatësisht të përdorimit të urisë dhe metodave lufte me qëllim të drejtuar një sulm kundër popullatës civile dhe për krime lufte të vrasjes, për ndjekjes dhe akteve të tjera njerëzore që nga 8 tetori 2023 e deri në 20 maj 2024. Gjykata Ndërkombëtare Penale nuk mund të arrestojë askënd përvaret nga shtetet që kanë nënshkruar traktatin për krimin e gjykatës, statutin e Romës, që të zbatojë fletë arrestimet. Nuk u takon shteteve të përcaktojnë në mënyrë të njëanshme aspektin ligjor të vendimeve të gjykatës, tha zëdhënësi i Gjykatës Ndërkombëtare Penale, Fadia Labdaha, për Radio Europa e Lirë. Sipas tij, shtetet kanë obligim ligjor që të zbatojnë vendimet e gjykatës.